Festa e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntori u shënua e u festua edhe në Çajër. Fëmijë nga shkolla fillore Ismail Qemali performuan të veshur kuqezi. Shqipëria feston 113 vjetorin e pavarësisë. Pyetëm nxënësit se çfarë feste është sot dhe se kush e ngriti flamurin në Vlorë. Sot është festa e 28 nëntorit, dita e flamurit. Kush e ka ngrit flamurin? Ismail Qemali. Ismail Qemali në Vlorë, apo? Në Vlorë. Në çfarë feste kemi sot? 28 nëntori. 28 nëntori. Çfarë festa është 28 nëntori? Është dita e flamurit. Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Ismail Qemali. A je lumtur sot? Pa. Ke performu? A vallëzove? Pa. Për çfarë festë vallëzove për 28 nëntorin, apo? Çfarë feste është sot? Festa e dita e flamurit. E jashtë objekteve shkollore, Shkupi dukej i zbet. Flamuj kombëtar ishin vendosur vetëm në shtyllën e bulevardet kryesore të komunës. Në Qarshi të vjetër nuk vërem zbukurime me flamuj kombëtar. Qarshia dukej si ditëve të tjera të zakonshme. Në pritjet e manifestimit, një qytetar kishte dalë në mot të ftohtë për të shitur veshje, shalle, zurla e plisa, të gjitha me shqiponjën 2 krenare.